shumë para, pa gola. Milani dhe Juventusi bashkohen nga një problemi përbashkët, mungesa e efikasitetit të sulmuesit qendror. Duke lënë më njanë lojtarë si Rafael Leao dhe Christian Pulisic, që janë përdorur si sulmues nga skema 3-5-2 e Massimiliano Allegrit, apo eksperimente si Kenan Yildiz dhe Jeremy Boga si nënt false, analiza fokusohet te sulmuesit e mirëfillt, Santiago Gimenez, Niklas Füllkrug, Dusan Vlahovic dhe ata të prezantuar si të tillë si Christopher Nkunku, Jonathan David dhe Lois Openda. Investime miliona euro, por rendiment zhgënjyes. Screenshot 2020423205633 MILA, një te Kuqezing. Në sezonin 2025-26, golat e Gimenez, Füllkrug dhe Nkunku mezi arrin në 8. Prej tyre, 6 i ka shënuar Nkunku, i cili ka luajtur më shumë se 2 të tjerët. Duke përfshirë pagat dhe amortizimin e kartoneve, çdo gol i këtij treshi i ka kushtuar klubit rreth 2.18 milion euro neto. Në aspektin sportiv, zhgënjimi është i madh. Gimenez, i ardhur për 28.5 milion euro, pritej të ishte bomberi i së ardhmes, por pas disa golave të parë, humbi vendin dhe më pas u dëmtua rënd në kavilje, duke qëndruar jashtë për rreth 5 muaj. Bilanci, vetëm një gol në Kupën e Italisë kundër Lecces. Nkunku, i blerë për 37 milion euro, ka pasur disa momente të mira, por është larg formës që tregoi te Leipzig para dëmtimeve të rënda. Ai nuk arriti kur të bëhej titullar i padiskutueshëm. Sa i përket Füllkrug, i ardhur në janar, kontributi i tij është minimal, vetëm një gol vendimtar ndaj Lecces. Gjermanit pritet i përfundoj aventura në Milano dhe të rikthehet te West Ham pa u bler përfundimisht. Juventus. Situata nuk është më e mirë as te Juventus. Klubi investoi 43,9 milion euro për Openda, por belgu ka shënuar vetëm 2 gola ndaj Romës dhe Bodo Glimt. Çdo gol i tij ka kushtuar rreth 6 milion euro, një shifër që tregon qartë zhgënjimin. Nga ana tjetër, Vlahovic është ndikuar fort nga dëmtimet, sidomos në kofsh dhe pult. Deri tani, ai ka zhvilluar vetëm 18 ndeshje dhe ka shënuar 8 gola, shumë pak krahasuar me pagën e tij prej 12 milion eurosh në sezon dhe investimin prej 70 milion eurosh të bërë nga klubi në vitin 2022. Në fund, Jonathan David, megjithse ka realizuar 8 gola këtë sezon, ka luajtur shumë më tepër se kolegët e tij. I ardhur me parametër 0, por me një pagë prej 6 milion eurosh, ai pritej të ishte sulmuesi i së ardhmes, por tani duhet ta fitojë sërish këtë status në ndeshjet e mbetura. Në përfundim, si Milani ashtu edhe Juventusi përballen me të njëjtin problem, investime të mëdha në repartin ofensiv, por një rendiment që nuk justifikon pritshmëritë, një çështje që bëhet edhe më e dukshme në sfida direkte si Milan Juve.